Jemi rikthyer nderuar të shikues në pjesën e dytë dhe siç ju tham do të flasim për tre çështje saktësisht. Për vendimin e gjykatës kushtetuese për të rikthyer në detyrë Belinda Ballokun. Do të flasim për mandatin që përmbylli Altin Dumani në krye të SPAK-ut dhe mandatin që do të nisë pas disa ditësh kur në 19, sa ditë duam për 19? Premten. Që vjen domethënë nisë Klodian Brau të jetë në krye të SPAK-ut. Do të flasim dhe për një aksion të rëndësishëm të SPAK-ut në Fushkruj. Aksion shumë i rëndësishëm mund thuhet, por pasi ishin mbledhur grupet shumëta, ishin bërë bashkë, grupe që dieshin, përgjithësisht dieshin e të gjitha, por që vazhdonin punonin, kishin edhe marrim këtë për t'ja u dhënë ju të nderuar të shikues, sepse një pjesë e rëndësishme e këtyre grupimi kishte edhe lidhje politike dhe merrte vendime të rëndësishme, siç ishin emërimet apo vendime të tjera, siç ndodh në rëndom në vendin ku ne jetojmë. Në studion e kemi tani Denis Dynjan dhe Ferdinand Devishi dhe Andi Telen. Faleminderit shumë zoti Tela. Faleminderit. Bravo, përshëndetje. Dhe zoti Abilegaj që vijon të jetë. Kalojmë te çështja e parë. Gjykata kushtetuese ka rikthyer në detyrë Belinda Ballokun deri në shqyrtimin përfundimtar të kërkesës së kryeministrit Rama. Secili ç'mendon për këtë vendim. Tani gjykata i ka marrë ato të gjitha, kemi dhe luftën në mes të ashpër, mes Edi Ramës, që thotë fitoi drejtësia më në fund të gjithë, Sali Berisha, që thotë kundërtën në këtë rast, sepse po ti nuk është në anën e tij, kjo që ka ndodhur, vendimi i gjykatës dhe bile mund t'ju thosha që edhe një antar e gjykate që ka kryer gati të njëjtin vendim, edhe për Sali Berishën, Sanila Bejtja, u anatemohet nga pjesa që dje për dje ishte pozitive për vendimin për saj për Sali Berishën. Dhe sa tani që ka kryer të njëjtin veprim për Ballokun, anatemohet dhe thuhen fjalë siç në rëndom. Pra politika është e ndarë në dy pjesë dhe siç e dim, SPAK-u një pjesë të gjerave i bën mirë kur është në favor të Partisë Demokratike, i bën mirë dhe kur është në favor të Partisë Socialiste i bën po mirë. Dumani është burri i keq, Brau është burri i mirë. Derisa të bëhet burri i keq. Domethënë për një palë Brau do të jetë burri i mirë, pastaj burri i keq, burri i mirë, dhe do vazhdoj kjo lojë kungulleshkash. Kungulleshkash se lagu. Pra, secili nga ju ç'mendoni për këtë vendim? Ta filloj unë me që në emisionin para rendës na u referua dhe Rama më pas me Venecia. Në Venecias. Tani unë mendoj që gjykata kushtetuese foli, po nuk foli për Belinda Ballokun, foli për parimin. Pra, nuk duhet të ngatrojmë çështjen, personin dhe parimin. Mendoj që për shkak se një institucion, siç është Këshilli i Ministrave, ju adresua gjykatës kushtetuese për interpretim, merr një kohë tjetër shtrirje, gjykimi, vlerësimi dhe vendimi i gjykatës kushtetuese dhe jo në një kohë të shkurtër, siç lidhet praktikisht me analizat që ne bëjmë, me retorikat që kryejmë në lidhje me zonjën Balloku. Mendoj se gjykata kushtetuese është shprehur mbi parimin dhe ka vendosur një standard në lidhje me shqetësimin që kishte praktikisht kryeministri në raport me ndërhyrjen e një pushteti nga pushteti tjetër, praktikisht pushteti ekzekutiv në pushtetit gjyqësor dhe pushtetit drejtësisë në pushtetin ekzekutiv. Thënë kjo, çështja e 22 janarit që do të shqyrtohet në themel nga gjykata kushtetuese është diçka krejt tjetër. Kështu që mendoj që nuk Tani a mund ta shpjegosh në fillim Denis çfarë ndodhi konkretisht? Domethënë çfarë vendosi? Nuk do shqyrtohet ky problem. E pranoi me një fjali pezulloi pezullimin e zëvendës kryeministres nga detyra. Pezulloi pezullimin dhe do ta shqyrtoi në datën 22 janar, thotë. Në themel. Tani është një çështje tjetër. Pra, u mor në shqyrtim parimi, pra a ka të drejtë një strukturë e posaçme, që në këtë rast ishte prokuroria e posaçme me vendim gjykatës posaçme, të pezulloj një antar të Këshillit të Ministrave, në këtë rast zëvendës kryeministre dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë. Pyetja është referuar në gjykatë kushtetuese në formën e padisë. Gjykata kushtetuese tha nuk mundet që institucioni i prokurorisë me vendim gjyqësori të ndërhyjë në kompetencat që ka praktikisht. Se kemi të vendim. Ky është vendimi, pra. Pezulloj këtë vendim. Ne kemi të vendim, ne. Po këtë ka pezulluar. Jo.
Po çfarë ka pezulluar? Ai ka marrë shqyrtim, ka vendosur në fund seancës plenare kërkesën e zotit Rama, Po? dhe këtë pezullim e ka bërë deri në momentin që do të shqyrtoj çështën themel. Ky Quhet mas Ky siguri. është vendimi që qëndron tani, është njësoj si të kesh një vendim Mas sigurie. Fal, të kesh një vendim shkallës parë dhe vendimi i shkallës parë të dënon ty me burg. Më një sekondë. Po. Ose se nuk do kuptojnë njerëzit gjë. Nëse ti i dënuar me burg, ti quhesh i dënuar apo jo? Shkalla parë ka dënuar me burg. Si quhesh? Jo, akoma është apeli. Fal, edhe një herë. Shkalla e parë ka dënuar me vendim që apeli ti je është në vendimi burg. Ti do qëndrosh në burg apo do qëndrosh i lirë? Je në burg, pra, që edhe shpallesh i dënuar. Se gjykata ka vendim. Momenti që ti je akoma në proces gjyqësor, nuk ke marrë një vendim ende. Para burgim derisa ka vendim apeli. Edhe një herë, pra, ke marrë një vendim Ose rinë që e lirë derisa ka në rinë mas sigurie derisa merr vendim apeli. Vendimi i gjykatës flet qartë për dënim. Prandaj ke shkallën e parë se thot u dënove. Edhe është vendim ky. Prandaj thot vendosi të dënohet me X kohë heqje lirie për kështu. Pra është vendim. Tani ne jemi në proces dhe Ndaj pra po them. të saksojmë këtë Këtë moment. moment u fol për parimin, jo për personin. Parim. Pra po përpiqem të them. Dhe është fituar në parim një gjë që U vendos një standard. një standard ku ministrat nuk mund të edhe rastet e tjera Pavarësisht ne me rast konkret kemi, pavarësisht se mund të flasim për parimin, po është me rast konkret. Ata shprehet për parim, jo për emër. Për emrin do merret Jo, ai kërkoi rastin konkret Është rasti Rama. konkret, pra është hequr pezullimi, është vendosur pezullimi. Po dhe rasti konkret. Pa djera që a duhet të ndërhyj me anë të këtij vendimi në pezullimin e një antari të Këshillit të Kryes? Jo, dhe për rrjedhoj e kthen. Nuk është emri i Belinda Ballugut, është subjekti. Nëse ne të mos bjem te kjo tani se Jo, bashkë me ndërhyrjen pyetjen është edhe Se rasti merr spunto nga një çështje konkrete. Po s'pullon me. po ajo nuk do të bëjnë ajër tela. kërkesa e kërkesa ishte dy fishe. E para shpjegimi i parimit, që tham, Mos e marrëveshje. dyta rasti i dytë që kjo mas sigurie a është kushtetuese apo s'është kushtetuese. Ja se na ndihmon vetë vendimi dhe. Kjo është kërkesa. Po ja me. vendimi- Ja ta thotë vendimin. Është vendosur shkohet në seancë plenare 1 dhe si mas sigurie të hiqet ajo mas sigurie. Pra kjo është mas sigurie për një mas sigurie. Dhe kjo është ajo që është e pakuptueshme. Gjykata kushtetuese ka vendosur që deri në datë 22 janar Belinda Balluku të vijë të Vazhdoj ushtrojë detyrën, detyrën e saj. po. Në 22 janar do vendosi nëse ajo në 23 janar më tutje do vijoj ta bëj detyrën apo jo. Mas sigurie Po për për këtë një mas thash. sigurie. Këtë pra thash, Jo, Ose është vendim. Është mas sigurie. Po vendimi është vetvete masa dhe. Është ngrirje e një vendimi. Mas sigurie pra që Mas sigurie, s'është ngrirje. është dekreti i presidentit. U anullua dekreti i presidentit. Cilën ka kërkuar nëse të mos bëjmë tani. Jo, pezullimi i dekretit presidentit për zgjedhjet lokale, për zgjedhjet e pjesëve lokale ishte një mas sigurie që u morë, që mos ekzekutoheshin zgjedhjet në Tiranë, sepse kjo do kërkonte një pasojë të parekuperueshme. Në këtë rast ne nuk kemi një pasojë të parekuperueshme. Pra kjo vendim për heqjen e një mase sigurie, si mas sigurie është Po sepse nuk ka më Anton, për shembull, Spaku duhet të ishte drejtuar Parlamentit shqiptar dhe të kërkonte heqjen. këtë do të sqaroj Është gjykata. mënyra tjetër pastaj që kemi diskutuar. Këtë do të sqaroj gjykata gabim. Gjykata kushtetuese. Është në rastin Berisha ti. Tani Në rastin Po pra Berisha. gjykata në rastin konkret e Spaku duhet të ishte drejtuar dhe në qoftë se kishte arsye të plota, Në i rast- kërkonte Parlamentit shqiptar që Belinda Balluku të hiqte imunitetin. Pra ne kemi krijuar një precedent me rastin Berisha. Që gjykata që Spaku i heq një liri personit, një deputeti, një liri kushtetuese, siç është drejt televizjes, pa e çuar në parlament. Po pra. Apo jo. Dhe gjykata kushtetuese tha që Spaku ka të drejtë ta hiqte se kjo nuk quhet liri themelore e njeriut. Shkelje e lirisë themelore e njeriut, kështu që mund ta bëj pa e çuar në parlament. Drejt kushtetuese për çfarë? Konkretisht, në Drejta rastin e Salit. lirisë së lëvizjes, pra kur ty të heqin pa të blokojnë pasaportën. Po s'po bëjmë se Siç ka ndodhur dhe me Ballukun. lirinë e lëvizjes së saj ja kanë hequr, nuk ka të drejtë. Nuk ka ankimuar këtë. Është ankimuar një gjë shumë e thjeshtë. Një sekond. Ky mund të pezulloj, përdorim termat mund e të pezulloj tani dhe qeverinë. Pra, gjykoja Ketë ministrat i marrë. të kaloj në këto që quhen kompetencat parlamentit. Dhe në qoftë se ti ai jep të drejtën të kaloj me marrjen e pasaportës, jep të drejtën të kaloj edhe me pezullimin. pyetje. Pa marrë vendimin, Japim logjikë. pa marrë miratimin e parlamentit. Pyetje. I cili është, po, Pyetja. Me këtë vendim që mori gjykata kushtetuese,
A jep precedentin që nuk mund ndodhi prap kjo histori? Apo jo? Se ka marrë pra, se duhet marrë Sapo u vendimin. anullua një Vendim. mas, pra. Vetëm mas sigurie. Po pra masa e sigurisë. Po është mas për një mas. Pezullimi u anullua. Jo vendoset vendoset në 22 janar. Po A mas sigurie për mas Meli, pra e thash. Pra vendoset Deri në datë 22 janar, Pyetja spaku pra, dhe asgjë nuk është Gjekoja vendosur. Nuk mund të marrin dot një masë të tillë. Nesër. Lidhur me vendimin ka reaguar. Apo jo? Deri në 22 janar, spaku dhe Gjekoja nuk mund të marrin dot një vendim të Iku kjo. tillë. Kjo është për Por- çështjen Balluku. Kjo është për çështjen Po Balluku. është për rastin. Tani, Pyetja është kaq e thjeshtë. Nesër del një ministër tjetër, mo, del një Mbas ministër 22 janarit do Prokuroria. nëse prokuroria dhe gjykata nëse kthehet në precedent ose jo thuhet. ta vazhdojnë Atëre, lidhur me vendimin ka reaguar Edi Rama. Ta ndjekim. Sinkroni? Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht e vetëm mbi këtë rast, por në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Në këtë sqaruar dhe raporti Pakicës. Raporti Pakicës thotë Po që thuaj, masa e sigurisë thotë, ti mua më paraqet që lexoj mesazhet. masa e sigurisë thotë raporti Pakicës, kjo masë sigurie, që ata nuk e pranuan, nuk duhet merrej sepse çështja vazhdon dhe tjera duhet plotësoj gjithë shkallët e gjyqësorit në radhë parë. Dhe e dyta është se nuk pengon mbarvajtjen e qeverisë që ti të pezullosh të masë sigurie me një masë sigurie tjetër. Sepse qeveria funksionon në mënyrë kolegjale. Kështu Tani ne që të argumenti i përpiqemi- Ramës nuk ekziston. Pra, një sekond pra. Dhe nëse keni vënë re te raporti Pakicës, Ilir Toska ishte vetëm për masën e sigurisë. Ishte që çështja të shqyrtohej në seancë plenare, të futej në seancë plenare, por jo të hiqej masa e sigurisë si masë sigurie. Seancë plenare për 22 janar. Po. Po jo të hiqej. Dakor. Po Pakica është ajo, dhe t'ja lëm gjykatës tani. Dhe Xhaferllari ishin që kjo të mos merri fare Të parasysh. përpiqemi të mos hymë se dhe ne si te Edi Rama dhe te Seli Berisha. Se Edi Rama tha këto gjëra që fitoi ra një precedente të tjera që tha i aty, ndërsa Seli Berisha thënë që kur nuk është në favor të Partisë Demokratike Ne thonë duhet ta shohim çfarë do vendoset 22 janar, por mënyra se si ata kanë votuar në këtë lloj seance, pak a shumë ti evidence çfarë do marrin. pra do të mbahet në 22 janar. Po, deri Dhe çfarë pritet si mendon se do shkoj? do ta vendosin ata, por meqense këta janë ndarë 5-3. E di unë po si mendoni që mund të ndodhë. Nëse janë ndarë 5-3. do vendosen datën 22 në këtë seancë, 6-2. 5-3 janë ndarë. Do jetë 6-2, sepse Ilir Toska ishte Mirë, vetëm që Ishte Ilir Toska ishte. në në seancë plenare, po mos e ekzekutoi masë e sigurisë. Mundet. Kështu që mund votoj edhe nga krau këtë. Thjesht do jetë seanca dhe një lloj spektakli, pak a shumë siç e pam me zotin Velije, pra do jenë debat juridik mes juristëve të SPAK GKO-s, mes juristëve të kryeministrisë, mes juristëve të parlamentit, Tani, ajo, por ata s'do kundërshtojnë veten e vetë në çdo rast, se i bie a logjik juridike. Derisa morën këtë masë, po, nga ky moment. Dhe rasti pra, Velia, për shembull, sigur në gjykatë ndërkombëtare mund të jetë një rrezik edhe për vendimin që është marrë. Në gjykatë ndërkombëtare s'ka. Jo, po vendimi Velijet kishte Velia i dal nga dal po e çon Velia e Thjesht shkarkimi. Velia e mbylli Ai do çojë historinë me themelin në gjykatën shkarkimin. kombëtare. Shkarkimin u mbyll me jo gjykatën shkarkimin, po dhe të Ka, tjerat. Do çojë themelin. Po themelin. Ndërkohë, Themeli Ajo është histori e gjatë kur pastaj mbaroi këtu duhet parë, mbasi këta të marrin vendimin në datën 22 janar, se si do reagoj SPAK-u më tej. Sepse Zoti- edhe deri 22 janar, domethënë kjo ideja që është për hapur që SPAK-u mund të reagojë tani duke kërkuar mas tjetër. mas në kuvend, kjo është Pas nuk 22 janarit, nuk bëhet mund të parë. ndodhë përpara 22 janarit, kuptimin që ka një masë sigurie për zonin Balluku që është
blokimi i pasaportës pa mos lëvizje, kështu që nuk mund të kërkojnë një masë më rënduese, ndërkohë që e kanë marrë në gjykat. Ajo që mund të bëjë SPAK-u është deri në datë 22 janar, nëse do gjenë një episod tjetër që ka të bëjë me zonën Balluku për të kërkuar masë në kuvend, por gjithçka tjetër mbas 22 janarit. Në çështje është e vështirë ta kërkojnë për nesër. Po, domethënë të njëjtën fabull për një episod tjetër. Vetëm ajo mund ta shty SPAK-un që të kërkojë një masë në kuvend. Pa ndërhyrë te vendimi i 22 Te këto të dyja nuk i prek dot. Pa ndërhyrë te Por nuk i prek dot 22 sepse kanë kërkuar një masë sigurie që është blokimi i pasaportës. Nuk ka të bëjë lidhje me pezullimin e detyrës. Po të ishte dhe do e kishin kërkuar ndërkohë. Kështu që praktikisht ata presin 22 janarit. Po, presin 22 janarin sepse nuk mund të bëjnë dot veprim tjetër. E kanë kërkuar një masë sigurie, gjykata ka dhënë një masë Ndërkohë që sigurie. ta diskutojmë dhe këtë çështjen nga pikpamja se si vjon logjika. Nëse do kishin një qasje tjetër, të paktën 5 nga antarët që kanë votuar, por nuk mund votojnë kundër vetes vetë në logjik për të rivendosur edhe një herë. Sigur ta vendosin ata dhe të mos e bëjmë ne vendimin tani. Po ja, po ata do vendosin. Dakor. Po logjika po them, nuk mund në 22 janar të kujtohen që ore pas kemi marrë keq dhe gabim masën e pezullimit të pezullimit dhe do të rikthejmë prapë pezullimit. Nuk shkon logjika. Këtë po thoya që pak a shumë i lehtësueshëm si masë sigurie do mbetet kjo në fuqi. Pastaj se si do vijë procesi është histori tjetër. Vetëm gjatë kësaj periudhe thonë të marrim një opinion nga Komisioni i Venecias për këtë punë dhe tu pastaj mund të ketë lojë tjetër, mund të zgjatet. Opinioni i Venecias është opinioni i Venecias. Po mund të kërkojmë. Atëherë të presim, ne do presim tani këtë rast. vendimin e mëtejshëm të gjykatës në datën 22 janar, është? 22. 22 dhjetor kemi demonstratën në voltën e Kjo mund të opozitës. ndryshojë 22 situatën. janar, Kjo mund të ndryshojë situatën. Mund të fusin presion ata të gjykatës kushtetuese. 22 janarin Dhe tjetër. bëhen nga 5-2, 8-2. Tani, problemi tjetër që ne kemi, ikën Dumani tani, në datën 19. Ku? Ikën Ikën nga kryetar. nga posti, sa atyri. Vjen bra, që ndodh me SPAK tani? Përfundon mandatin, si kërë qëfar është mandati 3 vjeçarit ishte, mandati 3 vjeçarit Dumanit. Një prokuror shumë i lavdëruar, por dhe shumë i kontestuar nga opozita. I lavdëruar shumë nga ndërkombëtarët, që nuk lanë gjithë fjalë të mirë pa thënë, por dhe këtu një edhe heshtje, por dhe kontestim. Ç'është sipas jush Dumani? 3 vitet e Dumanit në SPAK. Për mendimin tim, me që më drejtove, është që Dumani gjeti një SPAK nga Arben Kraja, i cili ishte ngjante shumë me prokurorin e kriminalit të rënda. Ngjante shumë fare që bënde sikur hetonte dhe nuk dënonte askënd, nuk çonte askënd në prokurori, në gjykat, nuk çonte askënd në burg, arestimet nivelit të ulët, sa për të thënë që kanë po punohet, për nxjerrje një bilanc është statistika. Në qoftë se ju kujtohet, në 2021 u bë arrestimi i parë nga SPAK-u, i nivelit lartë që ishte Lefter Koka. Pra në 2019 mori detyrën Kraja, në 2021 u bë arrestimi i parë. Dhe ky arrestim u bën në fakt me insistimin e ambasadores amerikane në Tiranë, e cila më shumë më bëri për të ndihmuar Komisionin e opozitës në parlament për insenatorët, sesa për të gjetur drejtësinë për insenatorët. Dhe faktet na treguan vonë që në fakt drejtësia për insenatorët s'u vu kurrë, dhe Lefter Koka mbeti si njeriu më i dënuar për Peshku më i madh thotë. peshku më i madh i insenatorët. Deti kjo, po është tani Ilir Niveli Meta. më i lartë i kurrë? Është Ilir Meta i Për insenatorët flasim. Për insenator. Për Lefter Koka. Ndërsa me ardhen e Dumanit pastaj, ne kemi shumë çështje. Nivelet më të larta të politikës janë të prekur pak a shumë, ka mbetur vetëm kryeministri pa u prekur direkt. Do me thënë, se është mbritur vetëm te kryeministri. Mendoj që Dumani ka vizituar të gjithë aty. Po ta shikosh si një tregus, si një bilanc, si statistik, duket sikur Dumani ka bërë një revolucion. Dhe në fakt edhe në opinionin publik, edhe në marrëdhëniet e drejtësisë në politikën, ai ka bërë një revolucion. Pra drejtësia u bë më faktor më i rëndësishëm, më dinjitoze, filluan t'i kenë frikën politikanët, filluan t'i kenë frikën njerëzit me pushtet drejtësisë, filluan të mendojnë që drejtësia
mund të vijë deri tek ata dhe i kalon kufite e lejes ndaj Edi Ramës ose të frikës ndaj opozitës. Dhe ne, siç e kemi sot, kemi 2 njerëzit më të afërt Edi Ramës në hetim, në akuzë. Kemi një zënës kryeministër dhe një zënës kryeministër në detyrë në akuzë. Kemi ministra në akuzë, ta kemi të arrestuar. Kryetari i Bashkisë Tiranës sot bëri një letër që donte të merrte pjesë te diskutimi i buxhetit nga burgu. Pra, kemi këto çudirat që i ka ndodhur në kohën e Dumanit. Në këtë kuptim, Dumani ka një statistik, një bilanc shumë pasur. Por, nga akuza deri te dënimi, ne nuk kemi akoma, edhe rruga është shkurtër, kuptohet 3 vjeçare. Po ndërkohë kemi njerëz në burg. Por nuk kemi akoma vendime. Dhe në qoftë se s'kemi vendime, është e vështirë për ta gjykuar nëse puna e prokurorisë është bërë sa duhet, është bërë siç duhet, apo është bërë në mënyrë bombastike për të arritur një rezultat viziv, për të krijuar një përshtypje, një imazh të rrëmë te publiku, që këtu po vjet drejtësi dhe po luftohet korrupsioni, ndërkohë që në fakt nuk po luftohet, por po merren disa emra si shembuj, si statistik për të krijuar idenë që po luftohet korrupsioni. Gjithsesi, kjo punë na ka çuar ne që në Bashkimin Evropian kemi marrëdhënie shumë të mirë, të kemi më shumë besim dhe gjithë ecuria e shpejtë në Bashkimin Evropian besoj i dedikohet kësaj pune të spakut. Ne jemi sot në këtë pikë në Bashkimin Evropian që na thonë që Shqipëria mund të ndasohet brenda vitit 2030, për shkak se drejtësia ka punuar fort në luftën kundër korrupsionit dhe ka krijuar një ide që në Shqipëri po luftohet fort korrupsioni në niveleve të larta, arsyeja për cilën ata sponsorizuan, mbështetën dhe kërkuan reformën në drejtësi. Po mirë, gjithë këta njerëz nuk mund ndiqeshim për shembull në një gjendje të lirë dhe jo në burg. Ky është pjesa dërmuese e këtyre, sepse do perceptohej si dobësi e spakut. Pra, një institucion i ri, i krijuar, që vazhdon me liberalitet, me njerëz cilët kanë ushtruar te i kalim të pushtetit, palishmëri, abuzim, pasurim, dhe ti vazhdon i shikon ende të lirë, duke shijuar jetën, luksin e gjitha të tjerët, kjo pastaj është një mesazh i gabuar për njerëzit. Natyrisht që kjo s'mund kthehet disproporcion, duke kushzuar lirin me kusht me detyrim që të bëhet statistik, dhe kjo ka ndodhur në fakt. Pra, për statistika është bërë edhe kjo pjesa dhe e kujtojmë gjithë deklaratën e Dumanit që gjykata bën çfarë i themi ne, vendos çfarë i kërkon spaku. Pastaj e rimodeloi pak, e rimoderoi, kështu me radhë e rregulloi. Tani çështja është që nga hetimet për korrupsion ne kemi disa çështje që na kanë ngelur si grep. Pra, fjala vjen, pse u nda çështja e incineratorëve? Kjo është një pyetje retorike që ka dhe përgjigjen brenda. Pra, një çështje e cila duhet shëtuar në grup. Ishte një problem. Duhet shëtuar në grup, nuk u bë. Çfarë ndodhi këtu? Pse u bë kjo? Pse u bë ky selektivitet? U bë në periudhën e Dumanit. Unë nuk po them që është përgjigjës Dumani, ama nuk mund të ketë merit për këtë gjë. Pra, janë shumë prokurorë aty që nuk dihet fare se çfarë bëjnë. Janë bërë disa interpelanca në parlament me zotin Dumani, ne nuk e dim që një pjesë e prokurorëve çfarë bën, se nuk bëhet transparent, se deputetët vetë merren me çështje caktuara që i interesojnë atyre. Pra, ne nuk kemi sot një transparencë totale të institucionit se sa punë bën një prokuror, një tjetër që dim dhe rentabilitetin e tyre në raport me çështjet. 2. E treta, pjesa më të madhe të luftës kundër grupeve kriminale na kanë bërë partnerët. Ne sot nuk kemi një hetim të nisur, të zhvilluar dhe të konkluduar, të fort, real pa partnerët, që të jetë bërë vetë nga ky institucion. Nëse ka, ma thoni kush është. Pra, partnerët janë ata që sjellin kryesisht raportet dhe na vënë dhe para përgjegjësisë që pastaj t'i zhvillojmë. A është kjo dobësi e spakut? Ndoshta po. A është kjo pamundësi sepse është ende në fillimet e veta? Ndoshta edhe po. Çështja është që këta janë prokurorë karriere. Pra, në një kuptim, ka patur më shumë zhurmë se sa raport të asaj që ka ndodhur me terenin. Grupet kriminale janë akoma në teren. Çfarë bëhet sot me paranë informale? Asgjë. Grupet funksionojnë me paranë informale. Grupet funksionojnë gjitha. Pse nuk hetohen institucionet që duhet kontrollojnë pastrimin e parave, inteligjenca financiare? Ka raporte këto? Pse si merr spaku këto të jetojnë? Po kjo pra është për këtë e bëm spakun pra, për mos veprimin ndaj këtyre institucioneve. Mirë grupet kriminale që përdorin paranë. Zotin Dervish, ta futim pak se nuk është futur fare.
Atëherë, Se ky nuk u unë futës jam te kjo e mendimit Ballogut. që SPAK-u ndryshoi realitete, shumë realitete. Shqipëri u shfaq si një fuqi shumë e madhe. Realitetin në shpikpamje thua ti tani. Po, për shembull, njerëzit guxonin të çonin dosje, gazetar, njerëz avokat, njerëz pafund, nuk kishin më frikë të denonconin gjithkënd dhe gjithçka. Jemi dakord? Po dyna kalaj kishe në Po përpara, kishe shuar 86. nuk ka qenë. I marrin ato pak Tjetër. ço. Vërtet Berisha thot SPAK-u kriminale tjera, po prap PD-ja në SPAK e çon. Apo jo? Shumë kanë shuar. Kalajat kisha unë këtu. Po ke Gazbardhin e tjerë që vazhdojnë të çojnë në SPAK. Gazbardhin ka shuar shumë. Belind Këlliçi ka shuar Mos shumë. opozita që nuk beson të SPAK-u ka Që s'beson fare të SPAK-u, Kjo dhe është të ajo Shtroplini të Saliu, s'ka lënë dosje pa çuar. ndryshuar. Tani, Si efekt nuk ka. Pra, nëse po flasim që SPAK-u bëri shumë operacione për krimin organizuar, për korupcion e tjera, ministra, zëvendës kryeministra e tjerë, kriminal, top kriminal e tjera, ne vazhdojmë të kemi një shtet krejtësisht të korruptuar, që vazhdon korrupsioni sikur s'ka ndryshuar gjë, dhe që vazhdon krimi organizuar sikur s'ka ndryshuar gjë. Kjo është fakt. Tjetër, kemi dhe një fenomen tjetër. Ka shumë dosje në SPAK, të cilat kanë vite, kanë 4 ose 5 vjet që nuk i çpon njeri, nuk Po mbase nuk janë. janë. Jo, po mbase se dosje mund të bësh, mo e. Janë, Si janë? janë, por nuk guxojnë ose kanë rënë në Po mund duart të të jenë si material, gabuara. po s'kanë gjë brenda. ore. Kanë gjëra Jo, brenda. s'kan gjëra brenda. Kanë gjëra I parti, brenda. fondet e i partit, më fal, Po. të që do ndihmoj. Ke pronat e ushtrisë. Olafi, 5 vjet Parti jetohet. me që tha Rafjala, thot një kolegu ynë vazhdimisht përshikusin. Ç'është Po. i parti? I parti janë fondet e Bashkimit Evropian, që u abuzuan, u shpërndan erdhën për ndihmë për bujqësinë edhe agroturizmin dhe ju dhan miqve rreth e qark, Ndau para i. po u ndan parat aty dhe Olafi, që është institucion hetimor Olafi është pjesë- investigativ e Bashkimit Evropian, i gjeti atje, e kapën nga atje dhe bllokuan fondet ata. I part 1, i part 2, u bllokuan fondet. Tani e kanë dosjen gati. Po. Pra ka. Pronat e ushtrisë. Pronat e ushtrisë. Ushtrisë Pronat e tonë, ushtrisë. po. Po, të ushtrisë tonë. Është pyetur dhe presidenti. Ti ish ushtrisë tuaj. Po, ti ish ushtrisë. Po, dhe të saj ushtri që kemi. Edhe sa që kemi, Dhe ka 5 vjet jeton. Ke ajo çfarë ndodhi, një mikrolajm që ndodhi ishte një e qinta asaj gjithë që ka ndodhur. Qartë. Tjetër, Në pronat e ushtrisë ke janë marrë biznesmen aty të njëri. fuqishëm që nuk u afrohet fare SPAK-u. Nuk afrohet fare Pak SPAK-u. frikë SPAK-u tani, se nuk mund të jetë ashtu si shtu aty tani. Ti rishojë të gjithëve se mund të kafshojnë dhe SPAK-un tani këta, dhe janë brigati të kafshojnë. Mërë SPAK-un ata gjithkohën duhet ta kafshojnë nga i parit e i fundit, po. Po, Ky është realiteti. realiteti. Tela, Gjithmonë ka vlerë krahasimi. realiteti thua ti ka shumë dosje që janë lënë mjanë. Ka më shumë dosje të rënda, të lëna pajetuara. mjanë, të zvarritura, të bëra keq, Pajetuara, të pafilluara, se sa ato që kanë nxjerr produkt. Janë shumë pak ato që kanë nxjerr domethënë produkt, janë krahasuar me ato që rrin fshehur, peshqive të tjerë shumë të mëdhenj që s'duken thua ti. Po, ose të njëjtëve. Në të tilla raste është si do ta shohësh gotën, ta shohim gjysmë bosh apo gjysmë plot. Mandati i Dumanit 3 vjeçar vinte pasi mandatit të krajës të cunguar në kuptimin e mungesës së prokurorëve, të pa përgatitjes së strukturave, mungesës së policisë gjyqësore, të atyre oficerëve të BKH-s. Dhe vinim nga hetimi i një arke peshk të një zëvendës ministre deri te futja në burg e ish presidentit, ngritjes padis ndaj ish kryeministrit, ndaj 2 zëvendës kryeministrave, arrestimit kryetarit bashkisë, ish ministrat qeverisë të akuzuar Ilir Beqa mbas hekurave, kështu që në pikpamjen e statistikave, ky 3 vjeçar i Dumanit sigurisht që do konsiderohet i suksesshëm. Është arritur deri atje sa që SPAK është malli më i shitur në artikulimin publik. Pra ne nga mëngjesi darkë, Është inflacionist. Është inflacionist. ndërkohë, malli më ne i shitur gjithkohën në flasë Ndërkohë, Tela, SPAK-u. ne vazhdimisht në emisionin tonë kemi thënë që SPAK ka vetëm 0,3% të problemeve të shoqërisë edhe pse janë shoqërisë lartë. Por dhe 99,7% Forma është tjetër çështje. janë Por, në dorë të por një lloj suksesi ky është pra, domethënë që të flitë Në mëshirë të fatit. dhe gjithë njerëzit, domethënë të pamundur për ndryshuar realitetin politik, thonë ndoshta po na rregullon SPAK-u këtë punë.
Se deri këtu ka arritur pesimizmi. Tani, dosjet e gjithë këtyre personazheve që ne sapo tham, janë në prokurori, një pjesë ka shkuar në gjykat. Problemi tash është që gjykata bashkë me prokurorin çfarë do bëjmë me këto dosje, sepse ka nisur gjyqje, por gjyqje që zvarriten dhe ne nuk e dim, ka nisur gjyqje i Metës, po s'ka nisur akoma në seancë. Ka nisur i Berishës, po akoma nuk ka nisur në seancë. Veliaj, po akoma nuk ka nisur në seancë, një gjyq me lexim pretence dhe me të gjithë detajet e tjera dhe të vijojë dhe të mbyllet në një kohë të shkurtër. Ndërkohë që ne kemi patur raste të grupeve kriminale, të organizatave kriminale, që Spaku i ka dërguar në gjykat dhe është përfunduar gjykimin në shkallë të parë. Pra ka pasur më tepër nxitim me gjyqjet me proceset kriminale në raport me këto politike. Njolla e këtij 3 vjeçarit të Dumanit sigurisht që lidhet me zgjedhjet. Pra, me hiperbolën e madhe që do luftonin krimin zgjedhor dhe në fund të ditës nuk arritën asgjë. Kjo është pikpyetja më e madhe e tij. Për sa i përket Brahos që merr detyrën të premten, ai pak a shumë e ka rrugën e shtruar. Dhe pritet të shohim se si do reagojë ai në raport me disa veprime të cilat janë konsideruar dhe abuzuese të Spakut, që ka të bëjnë edhe me masat e arrestit, me masat e striggjata të arrestit pa justifikueshme, me mënyrën se si do sillet në raport me shkallat e tjera politike, sepse Dumani po e le mandatin me një akuzë të ngritur ndaj zëvendës kryeministres. Shohim se deri ku do shkojë Braho në 3 vjeçarin e tij. Një nga elementët tregues që besoj që vlen është fakti që vetë Spaku nuk ka hetuar veten e vet. Pra ne tani Si veten e vetë? Po veten e vet patjetër. Po pse ne duhet Ku ka njëri që heton veten? Një moment për ta them unë tani. Mendon ti që ne kemi një strukturë, pra një BKH dhe një Spak që janë ishujt e integritetit, kontrollon kush do të thuash ti? Ishujt e integritetit dhe pastërtisë morale dhe profesionale, pra Po këta s'kan bërë vetin këta? 100%, po kanë bërë, po se kjo s'do të thotë që s'bëjnë prap gjuna flëk rrugës profesionale. Si janë të kulluar këta tani? Pra, Dumani tha që unë jam i gatshëm të hetoj edhe kolegët. Nuk e bëri kur. Nuk e bëri as në BKH, as në Spak. Spamne, nuk pam as njëherë një hetim. Do shta dilte i pafajshëm një personi. Po si qëlloj që me njëherë pas vetimut këta tani janë gjithë me integritet absolut. Gjithë kjo struktura. Pra as një korruptuar s'ka aty. As një vendim s'është bërë gabim aty. Çdo gjë është perfekte. Ka një gjë që nuk shkon, pra. Se është utopike pastaj. Kështu që Dumani në këtë aspekt ka një problem në raport me pritshmëritë që kishim. Pastaj perfeksionin nuk mund ta kërkosh kudo. Iku kjo. E dyta, ka patur një problem shumë madh midis marrëdhënies së BKH-s dhe vetë Spakut. Midis drejtueses që iku, Aida Hajnaj, në krye të BKH-s dhe vetë Spakut ka patur një marrëdhënie të ngrirë, jo funksionale. Me ardhjen e Joni Ketës, mendohet që akujt dëshkrimi midis dy institucioneve do ketë një komunikimi më të mirë midis të dy palëve dhe kjo mund të çojë në përqasje më të mirë ndaj hetimeve dhe një produkti më të fortë në mbrojtje të akuzës në gjykat. Por kjo duhet provuar. Deri më sot nuk ka funksionuar. Atëherë pse nuk u morën masa për atë çka s'funksionoi? Pse nuk hetohen këta njerëzit që nuk veprojnë? Pse nuk hetohet dikush që mban një dosje aty? Këta nuk hetohen sepse i din dosjet që i mbajnë njëri tjetrit. Është një film i parë kjo. Siç bën politika, vepron dhe drejtësia me të njëjtin standard. Pra, siç ekuilibrohet ose në mënyrë të natyrshme politika gjen balancën e vet, kështu gjehet balanca edhe brenda strukturës posaçme. Kur ne të kemi ditën e parë që një prokuror të shkojë në zyrën e një prokurori tjetër, jo për shantazh ose për të krijuar klim të Një hije dyshimi është kjo punë e biznesit që nuk ndryshon. Jo, do vi aty. Po. Tani ne kemi rastin e Erion Veliajt. 7 biznesmen nga më të njohurit kanë shkuar në prokurori. Njëri nga biznesmenët, Gentian Sula, mori përsipër të justifikonte parat e Erion Veliajt. 100.000 euro. Pastaj e ndroi rrugës ai. Deklaroi. Dhe doli që ishte si ikët kështu kjo historia. Fatmir Bektashi vazhdon merr akoma leje. Merr leje, më leje ndërtimi. Leje ke fjalën ti për që merr leje pa i punon. Po mi vajt vazhdoj të punojmë, nuk ka problem. Po ka një gjë që thot aty kur ti ke probleme me ligjin, me gjërat, nuk e merr dot leje më valla. Se si ti i bie tani këtu. Apo flasim ne për standardet e këtu apo si idiotë edhe kështu. Tani të bëjmë ne si idiot, bëjmë gjithë si idiot domethënë. Se kështu i bie. Jo, e kam fjalën që Gencula tjetër vazhdon
me aktivitetin, në yrit sa herë kështu, me rëshkitje, me bel, tak, pra, me qa bëhet me këta biznesmenët? Apo këta edhe në i gjë dhe... Jemi të qartë. Jemi të qartë, Denis. Si jemi të qartë, duhet ishim edhe më të qartë. Dhe mund të jemi më të qartë. Po ta marrësh me çështje, ka shumë gjëra, shumë pikpyetje mbi 3 vjeçarin e Dumanit. Për shembull, meqense Denisi foli për prokurorët. Ne kemi një dosje përgjimi që është dosja Zarka quhet, Aurel Zarkës. Zarka kush është ky? Ai prokurori i Vlorës. Vlorës. Aty ajo dosje është bërë fërtele. Është ndarë fraksion 1, fraksion 2, fraksion 7, fraksion 18 dhe janë dënuar vetëm ata të fraksionit 1 që nuk kanë asnjë lloj pushteti. Brenda asaj dosje ka 2 prokurorë që sot punojnë SPAK. Të cilët përmenden me emër dhe mbiemër. E një oficer e Për BK-s. çështje të caktuara. Oficer të BK-s, gjyqtar dhe si shpjegohen në dosje në bazë përgjimeve të asaj gruas me avokatin, si shpjegohet, janë zbardhur gjitha ato, ngjarjet kanë ndodhur pikërisht siç kanë treguar ato. Ajo është në kërkim. Lidhet pasoja me... Dhe u tha që ishte fshehur sipas mediave austriake në ambasadën shqiptare në Austri, e kërkuar Daupa i si e ka ajo, ndërsa prokurori u vetë dorëzua i shkreti. Vetëm prokurori është burg nga gjithë ta. Dhe prokurori është njeriu më i pafajshëm se ai është munduar bëj detyrën e tij sipas rastit. Në qoftë se ka qenë momenti për të bërë sekser, është detyruar të bëjë sekserin se ai, më falni, avokati. Apo ja, çdo bëndej. Ndërsa prokuror, gjithë ata që kanë pushtet, politikan që përshmenden në dosje, prokuror, BKH, gjyqtar, asnjëri nuk është hetuar nga SPAK-u. Zero. Dosja Metamorfoza, u bën arrestimet me buj, u gjendën 17 vrasje, si u bë kjo, si u bë ajo. Përfundoi pjesa e parë, se prapë u fraksionua dhe kjo. Plum gjoga dorin vete. Përfundoi pjesa e parë të gjithë të lirë. Madje avokati, polici, u thanë dhe na falni që ju kemi arrestuar, sepse ju vërtet keni bërë ca gabime, po nuk ishte kaq të rënda sa që i thamë ne. Dështoje, pasuritë ju kthyen gjithë. Dështim total. Ky dështim vjen nga paftësia apo nga korrupsioni. Kjo gjë është për të parë. Nuk do flas shumë. SPAK-u i korruptorët aty. Jo, nuk thash që të korruptorë, ose janë paft, S'mund ta përgjithësoj. ata që kanë bërë, ose insenatorët. Do të kulluar si janë. Do të themi faktin që insenatori vazhdon të marri pa aq lekë sa çmerte. Korrupsion quhet edhe korrupsioni politik. Ja ishmi i rëndësishmi. Jo, këtu keni drejt ju se korrupsioni politik është korrupsioni që shkatron gjithçka dhe lind të gjithë korrupsionet e tjera. Në fillim vjen korrupsioni politik. Kupton, ky është korrupsioni thelbësor. Korrupsioni politik. Pastaj vjen korrupsioni të tjera që i lind ky lloj korrupsioni. Ishte një buj aq të madhe dhe një dështim aq të heshtur sa se sumon njëri fare me dështimin spektakolar të Metamorfozës. Insenatorët nuk po themi se insenatori vazhdon të punojë, vazhdon të paguajë 20 euro tonin, ndërkohë që nuk lejohet të bëhet as insenerim me ligj tani, se kemi një strategji tjetër për trajtimin e mbetjeve. Po ne paguajmë djegje, prap. Dhe SPAK-u thot nuk kam çaj bëj. Pronat e ushtrisë e tham aty. Olta Xhaçka duhet ishte ministra mbrojtjes kur ndodhen ato, ndërsa ai që firmosi që ka vënë firmën i detyruar ndoshta shefi shtabit është president. Ore ti thua Olta Xhaçka, po ke kompani. Dosja 184. Ke kompanin tjetër Abilegaj për të ndihmuar, jo. Ajo vazhdon të sekuestro pronat. Ka hetim. Një sekond. Ke Bankersin që sa shkoi dhe Kurumin janë 2 kompani të cilat kanë ngrirë këtë vend. Do të thënë dhe nuk ka një lëvizje të vërtetë, kupton? Se tani e vërteta është që kur janë miliarda dollar, do thotë që ti duhet ndrysh. Rasti Bankersit është shumë skandalos. E mbajti sa e mbajti Sa ka shkuar? Tani e kanë marrë këtë dhe sa e ka marrë SPAK? Do shohim çfarë ka bërë. Tham studio Çerekja, studio Alimi dhe studio e atij deputetit të Vlorës, ish deputeti i Vlorës. Më ndihmo pak me emrin. Ish deputeti i Vlorës. Kalojmë te ky kreu i ri. I PS-s. Atëre kalon Dervishi te kreu i ri dhe flasim. Dervishi. Alket Hyseni. Tani pa të tre se ti themi edhe këto raste se po mirë bëre që i theu zotri thuaj prap. Jo po them që ne i themi këto, po SPAK-u nuk dëgjon. Këtë po përpiqja të thoja. Pra media flet. Dhe kur flet se nganjëherë bën dhe gabim media. Pra pa dashje diku spekulon, diku gabon, diku dezinformon.
Po ndërkohë ka dhe raste që i jep informacionin e dur, nuk dëgjon Spaku, si dëgjoj Spaku këta të tre, vazhdojnë aktivitetin këta. Kanë lëshu fatura pa fund në raport me bankersin. Te tatimet, nuk gjeti do të Spaku gjurmë të bankersit, të abuzimit, me të vëshën. Pra, ka shumë hetimi gjatë duhet. A i që e merë çështjen i jep drejtim me herë, se janë fakte. Pra, i di kemi ne si din ata. Nuk po flasim që ka një hetim me thellim ndërkombëtar, duhen letër porosi. Tatimet e kanë çuar në prokurim. Po, në rregull pra. Zoti. Atëre, po. Po, atëherë. I dhash lej flasim për dhe shikoj dhe popullata dërgon shumë mesazhe. Edhe pro dhe kundër, edhe kundër nesh. Do t'rregojnë që se ka dhe gazetarë thot për shembull, dikush më shkruan që ka gazetarë thotë që thuaj Denisi thot, po mirë thuaj që hetoi Spaku dhe i bllokoi materialet që të ndronin profesionin, gazetarët të ndronin profesionin thot për ata që ka akuzuar Spaku e të gjithë. Shkruajnë të gjithë dhe unë i shkruaj të gjitha gjërat. Diversitetit pranohet. Po. Ata në hetim nuk janë të akuzuar. Kur të ketë? Po dhe këta, thotë, çfarë logjike ka për atë tjetrin, thotë që ka xhiro 40 milion dhe për 100.000 euro. Gjëra të tilla, i shkruajnë njerëzit. Vazhdo për Brown. Braho, atëherë, për prokurorin e ri, krye prokurorin e ri të Spakut, sigurisht që ne do mblidhemi mbas 3 vjetësh, 3 vjetë ka? Apo 5 vjetë? 3 vjetë. Pas ne do mblidhemi prapë këtu dhe besoj se atëherë do jemi shumë qartë për të përcaktuar se edhe për të thënë që bëri këtë dhe prapë thoti pas 3 vjetësh për do e krahasojmë me Domani, po do mblidhemi se këtë punë kemi. Ç'kemi me se merrem me ty? Gazetar jemi. Jo, dakord. Atë punë kemi. Me punë të botës jemi marrë të rjetë. Po mirë. Ideja është që Se këta që merren me punë të tyre, Dervi, Ferdinand, janë në rregull shumë ore. po sigurisht. Janë lartë shumë të gjitha. Po, vazhdo. Jo, unë desha të thoja këtë gjë, që unë nuk është se dim shumë gjëra, dim që e kanë vlerësuar, Klodianin. po, flasin Po që vlerësime të madh, s'kisha aty mbledh gjithë trupi diplomatik sikur si sera dhe nga bota. mund mos kenë ardhe për atë, mund kenë ardhe për një tjetër, mund kenë pas preferencë dikë tjetër. Po jo, Për 3 kandidatë tjera. Po. Ndaj mori ai gjithë votat. Po tjetër gjë se kush e merr gjitha votat. Gjori, po s'mësh. Nëse po ke dyshime duhet ta thuash se Jo deri në atë pikë. se ma bën mua pasaj si që tregoj një ender kolegu Bregu këtu dhe tha tani të interpretojnë duhet ta thuash. Nëse kemi një gjë, duhet ta themi konkretisht. Sa shpar nga publikimet e këto, duhet qartë që të paktën ambasada amerikane ishte pro Braus. Ata ishin të qartë që i natë për Tani. para. Ata vunë fotografinë, o burë të Ky është personi. Braus me Thanë, urojmë të zgjedh personit dur. Shko tani, unë me mora, Dumanin, i vunë bashkë që ky do t'jetë, thanë. unë mora dosjet më të mëdha që njihet Klodian Braho. Kur ka Kush janë? Kush janë? Është historia e shpëtim gjikës në Vlorë. Dhe Gjika- këtu Po. është ish kryetari i bashkisë, Ish kryetari i bashkisë. i cili pati një konflikt me kryeministrin atë kohë. Jemi të qartë. Pra, në këtë dosje është Brenda Rama, kryeministri. U fut në burg, u shpalli pa fajshëm. Por nga politika doli, u realizua ajo çfarë donte kryeministri. Kemi rastin e Adriatik Lallës, ka jetuar ky kur ka qenë te krimet e rënda. Ka Adriatik pasur Lallën? kundër, po, ka pasur kundër në atë kohë Ramën dhe Amerikanët, sepse ishte i emëruar nga Ilir Meta, apo di unë edhe. Po. Ju duke atyre sikur nuk po fuste shkopinën rrota reformës drejtësie etj. E ka hetuar Braho, u dënua me 2 vite burg për fshehje dhe mos kallëzim të pasurisë, ndërkohë që Adriatik Lalla këtë e kishte futur te krimet e rënda, e kishte promovuar. Dhe këtu u realizua dëshira e tjetër kujt. E kemi pjesë, më fal, ta mbaroj. E kemi pjesë te Arbena Metaj, te pjesë e hetimit, sërish Rama brenda. E kemi pjesë te 5D. Ramën e ke në të gjitha, ore, po të Më fal, ta mbaroj. Ta mbaroj logjikën. Po, Ta mbaroj logjikën. dakord. E ke pjesë te 5D Erion Veljet, sërish këtu është kryeministri. Është pjesë te Toyota Yaris, ja bëri analizën shumë bukur Abilekaj. Ja bëri nuk ka nevojë ta përsëris. E ka bërë analizën shumë bukur. Po. Është dosje me probleme. Dhe ka futur brenda shokun e vet ngushtë, ndërkohë që Abilekaj dhe të tjerë Jo do thotë që të bie, më të s'të fal. pra, Se Zarkën e ka pas shumë ngushtë vlorë. të bie
bie. Po të por bie desa ka Photoshopun po të karëndosja. Karëndosja. Pra, unë nuk dua ta paragjykoj. Thash, mbas 3 vjetësh do mblidhemi dhe do shohim, ose gjatë kohës do shohim se si do eci. Por në gjithë të histori, mua më duket sikur Ja, të Nuk 5D-ja ka vetëm bërë- nuk është Rama, se s'ka kuptim tjetër Rama të 5D. ma falë, është Erioni. Po Ja, mirë, po po bashkisha. Shqipëria Rama bile, kur doli 5D, aty vlloi sulmin dhe bashkisë. Ne, s'ka rëndësi se kot detaje, s'ka lidhje. Po, vazhdo nëmëroj, tani, Jo, mua më duket sikur është. mirë bere, Unë e di që nuk e ka pas vetëm Erioni, ka pas dhe me drejtorët e Erionit problemet. Erioni dhe drejtorët, pra po, si Rama të 5D-ja. Jo se është, more, ka dash t'i godas. Erioni bashkë me këta drejtorët e vetë. Kliqi, madje, dhe timi ka nisur pas partisë Berit Kliqit. Nuk ke Ramën aty. A i thot është interesuar. Por është interesuar të Goditën. goditën. Velia në godisë, po? Pra po është interesuar Rama, thot ky. Ndoshta. Nuk e përshton. Detajes, nuk e... Nga ana tjetër, flitet, kolegët e vlerësojnë si personin që merë, pra është mi zoti nga të gjithë për krimin ekonomik dhe bankar. Mi zoti në SPAK. Ky është mi miri që ka SPAK-u, dhe sidomos është marrë, po thuaj gjatë gjithë jetës me krimin që buron nga tenderat, pra, me paracaktimin e tjera. Pra, këto veçori ka dhe për këto sa informacion ndodhëm arritëm në lidhim për to. Atëherë kemi lajm 3 vitet e ardhshme, pritet që sistemi bankar të jetë në fokusin e kryeprokurorit, Brau, qofse është ekspert i financave, mikrokredit gjithashtu. po jo, po s'futi sistemi bankari cili është kthyer në sportele dhe pastron gjërat Të prepusim. dhe i meriton plotësisht. Sistemi bankar është pjesa me kalbur Ky në... bëri një deklaratë shumë interesante gjatë kur bëri intervistën, që nuk mund të kalonte kaq thjesht, që tha që vetimi i një ministri, tha, nuk pengon asnjë punë, tha, nuk prish asnjë punë për qeverinë dhe nuk ka asnjë problem, tha, kështu që duhet bëhet. Kjo deklaratë tregon që Brau nuk e njeh të limitin që ka vënë Rama. Edhe ne do shohim si do zhvillohet kjo marrëdhënie gjatë këtyre 3 viteve. Po, nga deklarimi deri në veprim janë Dakor. dy gjëra ndryshme, se Ne po e gjykojmë bazë deklaratave. Të dhenat, thotë Abilekaj, gatëdhënat po ecin. premisat janë këto, thotë ai, se çfarë do ndodh pastaj, ne vetëm s'qem fallë. Ka dhe një element aty interesant prapë, kjo raporti me policin, që Dumani gjatë këtij 3 vjeçare kanë atemuar policin në kuptimin që nuk ka bashkëpunuar, nuk ka sjell denoncime, ka dekonspiruar operacione, dhe ky në një moment tha që do përpiqem që gjithçka ta zgjidhim brenda strukturës tonë, pra të ngrem filial brenda strukturës edhe për të ndjekur çështjet ne vetë pa ndihmën e policisë, ndoshta edhe për të ekzekutuar ndërhyrjet, arrestimet, veprimet i bëjmë pa ndihmën e policisë. Ose BG-ja e ka këtë. Duke qenë se do shtohen dhe 40 hetues të tjerë, pra shkon diku te 100 e ca numri i hetuesve të BK-s, se duket do ta ndërtoj si një strukturë me vete pa pasur nevojë që të ketë ndihmën e policisë edhe për sa i përket denoncimeve, sepse ishte i prirur më tepër te burimet e hapura se sa të presim denoncime nga policia për çështje të ndryshme. Qartë jemi, por kemi një moment tani që është një moment i diskutueshëm shumë. Opozita ka ngritur kampanat e alarmit, nga që ka qenë e goditur e parë nga SPAK-u, për njerëzit më të rëndësishëm të opozitës janë të penalizuar. Ilir Meta është direkt në burg, Saliu, po Berisha, si që dim, është kjo që. Ndërkohë tani, përveç opozitës që ka pas ngrit zërin fort dhe vazhdon ta ngrejë kundër SPAK-ut, duke ndryshuar dhe biemrin e metaforat që përdor doktori, që i ka të shumta, duket sikur ka filluar të ketë një përplasje mes qeverisë dhe SPAK-ut. Kryeministrin e kemi parë të bëj komente si kur më parë, domethënë nuk ka filluar tani. Bilet ditë e fundit ka folur dhe BK-n dhe veprimet e tyre. Tani SPAK-un, përveç ambasadores Yuri Kim, se unë ngatroj gjithmonë me Marizalina, këtë nuk di pse ngatroj, pse qërë, kemi të dyja, nuk di pse ngatroj vazhdimisht. Përveç ambasadores, Yuri Kim e krijuan dhe këta dy. Mirë, po këta mund të mbyllin tani, edhe me Trumpin dhe me këta. Që ka ardhur,
Që ndodhë që edhe dhe gjumi kryetarin presidentit. Po duan të E Amerikë. gjitha dhe ka dhe hallet e Amerikës. Rikonfirmuar. Hallet mëdha e të gjitha. Edhe thotë Amerika e parë dhe s'ka punë tani. Dërgojnë herë pas herë këtu, disa gringo që vinë hynë e dalin. Po, si mendoni ju tani do vej kjo punë? Mos të dy këta bashkë e minimizojnë në spagun? Njerë u troqen ata top datit, ikën, me djetim spagu, Tani pse u kthyen valla? dhe u kthyen për prap, Sepse është i projekt që duhet vazhdojë. dhe u kthyen me kështu, Ore ato projektet i kanë vetëm tregtar tani o Denis. me objektivat të reja, Projekti i spagut është të rinj, vazhdoj, besoj. Besoj që Me sjellje tjetër. Në konspiracioni- Dhe me kthimin e tyre, sjellja e spagut u bë pak më e guximshme. Dhe mendoj që në qoftë se Rama dikur nga spaku nuk kishte fare frikë, nuk kishte asnjë dyshim që influenca e tij ishte në kohezion me influencën amerikane, këtë herë mendoj që Rama mendon që influenca e tij po përplaset me influencën amerikane. Me këto batuta që bëm këtë thua... Dhe kjo lufta me patlake. Kjo lufta batutat që mediatike bën që ai për po bën tani me spaku, Trumpin. duket sikur ka një lloj përplasje me influencën ndërkombëtare, po themi, jo vetëm amerikane, se mund të jetë bëjë brenda. Ndërkombëtare me Evropën jo. Po se dim, nuk është se ne dim fare mirë të gjitha rrymat që influencojnë në brenda spaku. Ajo që dim ne është që brenda spakut influencojnë rryma që ata prokuror janë ashtu që ishte drejtësia e vjetër vulnerabël, por vulnerabiliteti këtë radhë nuk është ndaj politikës, ndaj palëve politike, por është ndaj një pale që është mbështet dhe ndaj të huajve, ndaj amerikanëve kryesisht, të cilët japin përgjegjësi porosit, caktojnë objektivat dhe spaku i zbaton. Kështu që mendoj që kjo si munges, ky sikleti, po theme, kjo luftë mediatike që ka filluar Rama, disa deklarata që ka bërë për drejtësinë, paralemrimet që ka bërë që duhet marrë në kontrol drejtësia, ne do të rishikojmë, do të ashtrojmë, do të bëjmë të bëhet me pjekur, më e mirë, janë gjitha paralemrime që ai në kushtet, nëse influenza amerikane te kalon influencën e tij, atëherë ai do marrë masa ligjore, duke shfrytzuar shumicën që kanë parlament, që është shumicë e cilësuar, por mund bëhet dhe shumicë kushtetuese. Shumë pranë shumicës kushtetuese me pak mundim. Dhe siç e shohim ne, thërmimi i opozitës është pak më i thjeshtë, kështu që mendoj që mund të bëhet dhe shumicë kushtetuese. Pra, mendoj që Rama nuk është shumë i qetë me spaku, me influencat që kanë drejtësi sot, në këtë pjesë drejtësisë ku hyn spaku, gjykoja dhe gjykatat e larta dhe gjykata kushtetuese, dhe po mendon, nuk e ka lënë të hapur mundësinë, ka thënë Taulant Balla që ka mundësi që ne të rishikojmë. Për shembull, përmendi shembull rumun, që Parlamenti rumun miratoi një ligj që deputetët dhe ministrat të mos paraburgoseshin për asnjë çështje derisa të marrë vendimin Fondi Suprem në gjykatën e apelit. Dhe një ligj që ndoshta do të ndryshojë. Që ti mund ta marrësh ta kalbësh tjetrin edhe 6 vjet edhe po sikur dali pa fashëmi. Kjo është një çështje e diskutueshme. Jo, është e diskutueshme si për shembull, ta zëm se njëri prej tyre lindi sot deli pa fash. Ti çfarë, shlyhet burgu? Me para. Kjo çështje lindi pasi ata të obdatit u ndryshuan. Tani çështja është që unë nuk besoj që një vend tjetër në botë ketë pas kaq të korruptuar sa çka Shqipëria. Kështu që ne jemi sui generis. Mos e tani mos e dyshoj. Një sekondë. Ne jemi sui generis si rast njëherë për ekspozimin kaq të madh. Nisë në Ballkan e quajmë më të korruptuarit, po do të ka sa duash apo politikan të korruptuar ka. Po masivisht sa që kemi ne nuk besoj se ka, në Europë të paktën. Që pavarësisht se Rumania është 10 fishi jonë si popullsi, edhe rastet atje në të njëjtën mënyrë, pra me prokurit posaçme, janë 100% raport me Jo, do të themi gjë tjetër, pra nuk është menduar ndonjëherë që të kesh këtë masivitet në politikë. Nuk është Beogradi i korruptuar thotë? Një moment, këtë po them. Po deri në palc. Po një moment, ata nuk kanë një prokurit posaçme, s'po merren me këtë gjë, nuk i ka shqetësuar. Nuk e çajnë kokën, pse s'është Malizi. Ai gjysmën në mos themi emrat. Ne po flasim për gjysmën e Malizi ka Gjukanović. Edhe një herë. Nuk kemi patur prokurit posaçme. Nuk kemi patur këtë fakt ku ndërtojmë një prokurit posaçme e cila duhet përballet me këtë realitet i cili është kaq i ekspozueshëm. Dhe ky ekspozim tani na sjell ku përballë masave të sigurisë. Tani mendoj një rast tjetër që themi ne gjithë janë barabartë para ligjit. Pse një person tjetër akuzohet Shtetet Bashkuara të Amerikës, bën 35 vjet burg dhe pas 35 vjetësh ai fiton
pafajsin, ka bërë 35 vjetë, i ka i gjithë jetë në Burg, dhe i thotë shteti, na falë, gabu me ty, edhe të më shpërbim. Pra, ky është një njeri njësoj si një politikan. Pra, për balë drejtësis, duhet them këtë gjë, janë të gjithë barabartë, nuk ka ca më të barabartë. Nësë po flasim për George Orwellin tani. Jo, një sekundë. Për fermën e kafshët, po të lutem shumë. Pse më qa kanë këta kanë baru... Jo, mos e nuk vete. Po si zvete... Do me thënë këto ofensiv që ka njësu këta, nuk e ka prokuroria e zakonshme me 99.7% popullsis. Sepse kjo që më thua mua ti, të njëtin që bëjnë dhe ata. Ti ke dosje të pronësiset gjitha, që vdes njeriu, plaket brezi që vjen, dhe nuk zgjidhet. Dosje pronë. Jo, po dresia. Ore më krisi mua e thire ti Fatmir me diu në spak, apo jo më? Po kam një haltimin jetik, as më lipset fare çfarë ndodh me ty. S'më lipset fare më. Dhe dresia ime është dresia e 99.7% shqiptarëve. Tendja e të gjithve ne që po flasim këtu. Është dresia ku ti shkon dhe nuk zgjidh dot asnjë problem. Po nuk ndajemi. Jemi dakord këtu. Po flasim për një gjë tjetër. Ti po flasim për një gjë. Për politikanët që s'duhet shkojnë Burg. Jo, se ndërkohë që Gëzimi, dënojmë po i kape, Arbeni, Agroni shkojnë. Dënojmë me 2300 vjet. Bëj ligj për t'i dënuar si Erdogani me 2300 vjet, siç kërkon ata, siç kërkon prokuroria. Kemi ligjin e kemi kodin e me 2300 vjet. Por mos e merr tjetrin ta kalbësh në Burg. Ku ta çoj ekspozita apo ta çojmë jashtë për vizita, për qef, me që i poetohet. Në Burg ku do shkoj? Dakor. Se nëse Nesti Angoni kërkoi, Erion Velia i kërkonte te regjistri, kush është ky që më ka kështu, ç'a ti bësh aty? Ta çosh te për vizitë. Edhe ta marrësh ti ta shkëmbësh atje. Po ç'a ti bësh, pra ç'a ti bësh? Ham thuj. Ti japim. Po ja ta liroj që japim ja 2 vila të tjera tek. Ore quhet, ore. Po më ti japim ja 2 vila të tjera. O zotri, ai tani është kryetar i Bashkisë Tiranës. Ore nuk ka rëndësi. Dhe Tirana është e mbuluar nga Pisleku. Në atë mënyrë që e bëri Rama, shumë mirë bëri. Ore gjykata kushtetuese ata ktheu mbrapsht. Është në detyrë Erion Velia. Shumë mirë ktheu mos se ja futi kote Rama, që është karkon si Doqevi, si drejtor ursiellsi, e vë, e heq. Po s'ka vlerë më kur është në Burg, vlerë çka bën Rama. Ai është në Burg. Është Burg. Jo, po kjo çështje po të flas. Po se prish provat, prandaj është Burg. Nëse je edhe jurist tani mos fol. Është Burg se prish provat. Si jemi serioz tani? Është Burg se prish provat. Është Burg se kërkonte Nesti Angoni, kush është Nesti Angoni? Meri futi gjithë. Po patjetër më, se për çfarë? Është debat për politikën penale. Po do rregull. Futja në Burg, këtu në Shqipëri, nuk është se nisi tani me spakun. Futja në Burg është e trashëguar politikë sovjetike deri në 90-ën dhe ka vijuar e tillë. Po ne kishim topu për 30 vjet. Nëse kjo kërkon ndryshim, sigurisht ka nevojë për debat dhe mund të ketë ndryshim. Problemi është sa spaku dhe gjykoja me vete, do përballet me këtë moment të politikës. Se këtu është gjithë problemi. Do avancoj, apo do të rriqet. Pra Palltakja do shkoj deri te dera kryeministrisë, apo do hyj brenda. Këtu është gjithë... Në datën pas 4 ditësh, Brau do t'jetë në zyrën e Dumanit, po Dumani do t'jetë po aty në rolin e prokurorit. Spaku do të vijojë, të presim, ne do të bëjmë programet në ditët që vijojnë. Tani të dalim të një pikë e fundit, që edhe kjo është e rëndësishme në disa pikpamje. Spak godet grupet e narkotrafikut. Mund të thoshim dhe grupin, sepse janë bashkuar disa grupe. Ferdinand, në spjegon tani tine çfarë është kjo? Se këta ne kemi dëgjuar, kanë që dhe deputet, babai këtyre, njerit për tyre, gjithë kanë bërë rregulla ligje, cakton njerëz në punë, e tjera. Lajmi është që djali... Çfarë janë këta? Djali deputetit. Si gjithë grupi, jo vetëm djali, e di. Lajmi i ri është për djalin e deputetit, i cili është arrestuar në kuadër të një grupi kriminal të trafikut të drogës, që sipas pak kanë trafikuar rreth 2 ton drogë, një pjesë e çonin në Gjermani. 2 ton drogë të çfarë lloji, zotëri? Ka dhe bar, ka dhe kanabis dhe kokain. Po rreth 275 kg kokainë kanë çuar në Gjermani përmes Malidzi, kanë kaluar kufirin Malidzi dhe kanë vazhduar rrugtimin. Një pjesë e çonin në Turqi të kanabisit dhe ai episodi që këta kanë përgjuar dhe kanë të plot dhe kanë sjellë dhe në dosje është i takon një sasi e kanabisit të kapur në pikën doganore, ka qenë duke udhëtuar me kamion nga Bullgaria në Turqi. Është kapur kamioni i këtyre. Ju thatë sasin, por janë ndërkohë
14 masa sigurie. Po janë një numër i madh personash të përfshirë në këtë grup dhe kryesori është ky djali i ish deputetit, pastaj edhe një numër tjerë, është dhe një tjetër kushori i tij, Gazmi Rahja. Emrat të tjerë kemi Bujar Sefa, nëse doni Agim Nina, Jani Çavo. Që janë këta, po i the emra do të thosh, Është i gjithë grupi. një grup është ky. Një grup trafiku me qendër në Fushkruj, me komandant Bëj që Raja. fjala në Fushkruj gjitha grupet. Nikl. Janë disa grupe në Fushkruj, po kur bëhet fjalë për vrasje me pagesë, përgjithsisht ka qenë një grup. Kur bëhet fjalë pasaj për trafikun e drogës, ndahen bëjnë se cili punët e veta. Ndahen thua ti kur Po, Kategorizohen. paka shumë kjo, sepse është vërtetuar në ngjarje të ndryshme që këta kanë qenë bashkë. Pra kokat, klasim Raja, ky tjetri Durim Bami, Stafuka, apo dhe ndonjë tjetër, këta rrinin bashkë. Atëherë i bie që këto vrasjet, to porosit për vrasje me pagesë duhet i kenë ndarë bashkë. Durim Bamin e kishin vendosur ta kthenin. Ta dëgjohon. Ka humbur gjyshin, po. Aty është afti bafti, nuk lexon dot njeri nëse kthehen apo nuk Nuk e përkthejnë dot njerëz që bëjnë ata. Po, nuk e përkthehen. Mund një moment caktuar dikush që ti se pret ata ta sjellin dhe dikush që ti kërkon me shumë ngulm gjatë gjithë kohës nuk ta sjellin kurrë. Kështu funksionon pak. Humbi gjyshin ai atje që donë për ndonjëherë, po. Humbi gjyshin, po ekstradimi është proces tjetër. Ai bëri një gjyq që qëndronte të merrte prinde me azil aty. Tjetër, Ajo që ka interes të kjo histori që ky grupi i Rajave që nuk janë, domethënë këta ishin fëmijët janë goditur në fundit. 2 prej tyre janë dënuar, njëri me burgim përjetshëm për atentatin ndaj prokurorit Ndoja, nëse ju kujtohet. Njëri është dënuar me burgim përjetshëm, ndërsa tjetri me 6 vjet burg për të njëjtën ngjarje. Ky është i treti tani që u kap nga i njëjti fis. Por këtë punë që po bëjnë fëmijët tani e kanë bërë përpara prindrit. Ky është problemi dhe politika shkon përpara kujt i thua ti siko? në mosha, mbas 90. Jo në moshë, jo. Mbas Mbas 90-s gjithmonë. 90-s gjithmonë. Po flasim se Këta janë ai të kpuste kokën për 1 gram kanabis. dhe ideja është që duke qenë Dhe fort mullag lejoj atyrë. të Mullag. fortët Lule mullage, po. Gjethe mullag. Kujtohet mua, po. e Fushkrujës, Edhe lulkuqe. Po. duke qenë të fortët e Fushkrujës, këta infiltrojnë, pra lidhe me politikën dhe infiltrojnë njeriu në tyre në parlament. Pra, politika e Tiranës, Partia Socialiste, njeriu më të mirë e gjen të Fisi Raja në Fushkrujë. Dhe pastaj ne kemi ato episodin qofse një parasysh që ranë ato 2 njerëz të kushurin për atë guroren, sepse bëni shpërthime në gurore, të gurore atyre këta Rajat dhe u çajshin shtëpiat këtyre dhe protestonin. Po këta duhet protestonin dhe morën ato shkopin të bezbollit ku Edi Rama humbi, 2023 humbi durimin, atëherë dhe ju ktheu kurrizin, 2 ditë më mbrapa deputeti i jep dorëheqjen dhe këta pastaj kanë pas gjithë këto probleme me drejtësinë që përfunduan ose s'kan përfunduar akoma me këtë rastin e datës 10. Bënin emrimet e ti këta, a? Po këta ishin, si thua, ajo familja që komandonte Fushkrujën. Emrimi rasti Emiliano Nus, denoncimi Po është një rast, një episod. Denoncimi Emiliano Nus atëherë ju kujtohet besoj. Ata e bën ai ekspozoi pari të problemit. Po, nuk goditja ju bë, domethënë Edi Rama u ka kthyer kurrizin mbas asaj ngjarjes. Jo, ekspozimi i parë. Jashtë korrikut 23. Po, ekspozimi i parë është e vërtetë që është ajo ngjarja e Griseldës, që është ajo. Dhe ideja është që këto njerëz kontrollonin Fushkrujën. Pra këtyre njerëzve u ishte dhënë Fushkruja. Dhe këto bënin e gjitha emërimet në Fushkrujë. U ndodh një moment që ndryshon mendje Edi Rama dhe çon një njeriu në vet te hipoteka. Ishte një femër. I vetë të prezantohet në punë si drejtore e hipotekës. A e thua tani si po e tregon si prallë të keqen dhe poste emër mbi emër e kështu, popullata thotë. Nuk ja di emrin asaj. Nuk e kam gjetur emrin asaj. Mund të tregoj historinë. Jo, thua ngjarjen si mbaj mend dhe sigurisht. Jo, dakor. Nuk do ja thosh akul. I del një nga këta Rajat përpara. Ka interes, shiko tani se mos gaboj Recepi, mos gaboj Recepi. Ja po të them një emër. Po të them emrin. Do ta thuash më përpara. Po unë dhe Shkullaku kemi shartuar kodin britanik dhe gjerman
Dhe në bazë të kodit etikës, në qoftë se ka rëndësi për publikun, ti do ta thuash. Po pra po të Kurse them, di jo. doli për para, po emrin si a di. Thuaj, okej. Drejtoresha e hipotekës, se sa po emruar, i ka dalë tjetri për para, i ka thënë këto mbrapa. S'të kemi emruar ne ty, s'të kemi sjell ne ty, çdo ti këtu. Po e kështë emruar ky. Direkt pa Pa leo, direkt pa thënë në lartë. Ishte pa leje emrimi, kështu që pa le. kështu janë këto janë ato. Se ka patur emrimin direkt pa thënë lartë, ëh? Skena komike shumë të rrezikshme që na ka dhuruar politika në Shqipëri. Allah. Tjetër, Tani këto janë Tela? episode të vitit 2021 dhe janë nxjerrë nga zbardhja e SkyCC-s e aplikacioneve. Kanë zbardhur aplikacionet. Tani duhet dhe arma krimit që ta lidhësh në gjallë. Arma krimit është kamioni i drogës që është kapur në Turqi apo sasia që është kapur në Malzi. Pra, Spaku këtë lidhje ka bërë. Ka marrë kamionin dhe i ka veshur gjithë të dialogjet që ata kanë bërë me mesazhe Po thënë njëri kamioni, tjetrin. po gjithësh bën. Dhe kjo është prova. Po nuk qenë montim ky? Po jo pra, sepse ke faktin ka ndodhur ngjarja, ka kapur kamionin dhe këta po flasin për sasinë e kapur. Sepse këta mund të kenë bërë dhe 10 raste të tjera dhe atje mund të jenë dhe mesazhet për kamion apo për ngarkesa që mund të kenë kaluar me sukses. Por ti nuk ke provën këtu që ti akuzosh. Ti akuzon vetëm për këto 2 raste. Por po të thash kjo ndodh në 2021-shin, llogarisni pak kohë përpara se ç'ndodhte me kanabisin në zonën e Fushkrujës lart, gjithë zonat që mbyllesh kanabisi pafund. Nga kanabisi këta u fuqizuan dhe shkuan te kokaina. Dhe kjo është rritja e këtyre grupeve kriminale. Çfarë bën? Përveç se vendosnin ligjin në territorin që e kishin caktuar dhe e ndanin me një band tjetër, arritën deri atje sa që kryetarin e komunës së Niklës ta bonin dhe deputet, babajn e të arrestuarit. I gjetën dhe 17 ca vota që t'ishte nga më të votuarit në qarkun e Durrësit. Dhe kjo është skema se si grupet e organizuara që merren me trafikun e drogës, që kryejnë vrasje, që dhunojnë ata që i kundërshtojnë, arrin që të hynë dhe në parlament, të kenë deputetin në parlament. Kur e bëjnë zullumin që s'ka më mundësi, e detyrojnë edhe atë t'japi dorëheqjen si deputet. Por kjo ndodhi 3 vite më vonë, 2023-shin. Këto janë episodet të 2020-2021-shit. Pra, pa qenë Sky tu aty, Nuk zbulohesh. nuk zbulohesh. Pra rasia. Dhe nuk e dim çka bërë këtë punë vitet më pas. Mos që ta bëjmë pak ato që merreshim dikur të thoshim që ja si paratë e krimit, si këto investohen, se si nxjerrin vota e tjera, na dalin vazhdimisht në Skajin. Njërë deri në Durrës, që e lista, pastaj deri në Krujë, qarku i Durrësit ndosh prap, po del gjithë lista e Durrësit, po na del qartë Deputetët me vota më të mëdha. Po na del qartë tani se si doli rezultati 8-6 në Durrës. Dhe pastaj themi që siç thonë ata, dhe vëmë dyshim të mirë vërtet, kjo po doja shumë dobët është kjo, po shumë dobët do edhe. Se të vi gjithë ky trafik droge, Të flukse parash. Po të shkret vetëm Lazaratin Beresi. Po të Lazaratin kishe dhe pra të Lazarat prap u akuzua pa fund, sepse ndikon në zgjedhjen me Lazaratit dhe pasuroheshin. Ishte malli i mirë. Ishte malli i mirë. Po, ishte I mira i mallan dhe thonë, po. tani është prish dora. Mirë, deshëm të kthesha Por unë me kë isha me Busha dhe nuk e di deshëm të kthesha mirë ose kthyej mirë në Lazarat tam duke ikur. Aty e kishin rrethuar fshat. Kishin rrethuar forcat Operacional. aty tentonte policia për shkak të ujit e ujin që të mos e ujisnin se kanabisi kërkon shumë ujë, por ata e blinin në botet dhe venin botet aty. Infrastruktura perfekte, funksionon. Tani Fushkruja. Është kjo që Fushkruja këto goditje tregojnë një sistem që është ngrihuar në Shqipëri dhe që është shumë vështirë të goditet. Se një që goditet me SKCC. Po të tjerët. Është një sistem ekonomiko-politik i krijuar. Se Bazohet kriminal, kuptohet, që bazohet në këto fiset e mëdha, të cilat merren me trafik që kanë para, kanë krijuar para të palishme, bëjnë ligjin, bëjnë dhe bamirësin e zonës, dhe pastaj kur vjen momenti i votimeve, një parti politike, sidomos ajo që është pushtet, mbështetet e këta dhe na nxjerrin rezultat që nuk pritet. Pra jemi kthyer te baraqet moderne. Le ta Jemi them. te baraqet moderne, jemi te Baraqet digjitale. palishëm.
të cilët kanë ndërtuar një pushtet i cili nuk ka forcë që ta luftoj përveç drejtësisë. Nëse do kishim drejtësi, do kishim luftë ndaj këtyre, pikërisht ndaj këtij fenomeni, në çdo zonë të Shqipërisë. Sepse këta janë njerëz që nuk kanë nevojë vetëm të bëjnë presion qytetarëve, jo vetëm u thonë mos dilni nga shtëpia, por ka qytetarë që u bindën sepse këta janë ndihmojnë kur ka nevojë gjatë gjithë kohës. Ta janë si bayraktarët e dikushëm, që ata njerëzit bamirësit e sotëm, që pasi ndihmojnë u marrin dhe votën. Dhe bënd pathyeshëm në të Kemi në një tjetër... Si kishte një lajm që Trump, Jared Kushner, nuk do të ndërtoj atë në Beograd, atë gjën e madhe në Beograd, që ka një lidhje me... Lajmi është i sotshëm, i fundit. Sa e ka darë Wall Street Journal. Është të requr. Ka një lidhje dhe me Sazanin, me interesin, sepse ata nuk mund të vinë të mos bëjnë atë, Mos e bëj këtë lidhje pa u ndodhur. Ishin si bashkë këto, si Sazani se investime akoma. turistike. Nuk e dim, po kjo çfarë ka ndodhur se... Por kjo ishte nga parashikuar, ullës që Beograd. do të rriqeshin dhe nga ajo dhe nga Sazani. Po përflite që do të rriqeshin. Nuk e dim. Sazani se Po kemi sepse kishin dhe impresion Kongres në Amerikanët. Me sa dim. Ata kanë pas probleme për një histori në Vietnam, mos gaboj, të ngjashme, që plasi shumë keq, edhe... Pse dhe në Vietnam atë punë po bëjnë, po ata bëjnë është gjithmonë. një lajm që Wall Street Journal e ka nxjerrë gjatë kohës që ne po flisnim këtu, kështu që se kemi të qartë tani për pse janë të rregjur, po Jo, ideja është që gjithmonë janë lidhur të dy projektet. Janë Janë projekte nga turistike, Serbia, nga janë lidhur Sazani të s'ka dyja po. projektet. janë lidhur nga influenza në Ballkan që kanë pas ata dhe nga marrëdhënia që ka pas Xharedi nëpërmjet këtij ish ambasadorit Grenellit, që ishte si përfaqësues i bizneseve të tij, marrëdhëniet e mira që ka pas ai dhe me Vučićin dhe me Ramën. Prandaj janë lidhur. Po ajo e Beogradit ishte një projekt që ishte pak a shumë anti-amerikan. Projekti ndërtoi mbi një spital të bombarduar, që ishte grop, që ishte akoma muze. Dhe ajo është simbolike për serbët. Ndërsa Sazani nuk besoj se lidhet në asnjë kuptim me atë, po gjithsesi do shohim. Ti kishte dhe akuzë për Ministrin e Kulturës, se si ndryshoi destinacionin, ka hetim prokuroria Akuza Po dhe tim prokuroria e Beogradit. Beogradit. Ne si bëjmë këtu nëse do bëhet ndonjë gjë, sepse ne jemi pro ardhjes, gjithë shqiptarët janë pro kësaj, kështu që nuk Dhe po ndodhin, ne do të themi dhe... bravo Nuk që besoj se do t'jetë kështu, Allah. se më interes më i gjerë. Nuk kemi gjë më tjetër, themi. Po, folëm nga Vietnami deri në Lazarati morën. Vietnam rata një më vla ka Wall Street Vietnami ishte Journalista. jashtë. Po që Wall kështë Street Journal. Ishte Wall jashtë. Street Journal Nga tuvdhat dhe ardhat, do me thënë nga Vietnami, Lazarati. Tani të nderuar të shikues, dy ishin në pjesët e emisionit për mbrëmjen e sotme. Në pjesën e parë ne folëm për opozitën, problemet që ajo ka. Në datën 22 do të jemi në një miting protest të opozitës, protest kombëtare, tha zoti Sali Berisha. Me lapaj nuk u lidhëm sot, ishte të sheshjeri. Ishte u zhvendos pak sa ishte protesta e... Vendos me dhunë. Me marrëveshje, me kuptim. Berisha u asociua sot, e përmendi disa herë sot, e përfshiu Me në... lape vazhdon të jetë atje. Radhën tjetër do të kemi. Do bashkohen një radhë të cilë. Do bashkojnë? Logjika të donë që do ketë një fuzion protestash. Do bashkojnë tani, po i Shabani iku. Ku bë vokale dita dhe... Jo, Shabani pritet të shkoj që të mbroj Adriatik Lapaj nga shkeljet e drejtave të njeriut, se është avokati Si avokati popullit do Sa të marrë detyrën gjë e paq do Do bëhet. të shkoj aty patjetër, se tash aty po Ose dhunohet. do të dërgoj njeri. Komisioner, shkon komisioner, po mund shkoj dhe vetë ditë jave, kur është më i lirë, shkon dhe Pra të nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë, ne folëm pjesësisht për problemet e opozitës, Saliani ishte këtu me ne, edhe ai foli gjëra gjatë. Kishim më përpara Saliani, kishim Ali Mehmetin, i cili tha që kishte deklaruar te Denisi, te ty Denis deklaroja, deklaroi te Denisi që unë do votoj për duke trasoj, tha Berishën, tha, do jem prapë me Berishën. doktor Ali Mehmeti do të kandidoj, do të votoj për doktor Sali Berishën, për doktorin e madh. Nëse kandidon, tha. Nëse kandidon. Po doktori tha, kush vi, unë do kandidoj, dhe kush vi tjetër. Asnjëherë, se mund surprizon.
E pyeta dhe Saleninun, me që ka thënë Ali Mehmeti, i thashtë, nuk ta gjë. Unë jam tani në një ofensiv tjetër dhe më vonë do t'ju përgjigjim kur të vijë herët e tjera. Në pjesën e dytë që ndojgjit, folëm për 3 probleme të cilat u përpoqim, thoshim në një, të dyja u përpoqim. Faleminderit shumë nëse na keni ndjekur, falenderoj dhe ekipet që punuan me ne deri minutët e vona. Gjithashtu kolegët, faleminderit shumë, takohemi në emisionet e ardhshëm. Dhe do të takohemi të njëjtën, me thënë, ku besoj që do të kemi një prioritet të rëndësishëm, besoj që do ndalemi pak gjithësisht të bankës. Natën e mirë, shihemi ditën e njëjtën.